Edhe ëngjëlli të kishës në Sardë shkruaj: Këto thot ai që ka të 7 frymrat e Perëndisë dhe të 7 yjet. I di punët e tua, se e ke emrin që ron, po je i vdekur. Ri zgjuar edhe forco atë që ka mbetur, që është gati për të vdekur, sepse nuk i gjeta veprat e tua të përsosura përpara Perëndisë. Kujtohu pra se si more dhe dëgjove, edhe ruaj edhe pendohu. Nëse nuk ri pra zgjuar, do të vite këti si vjedhës, dhe nuk do të dish në çfarë ore do të vite këti. Por ke emra edhe në Sardë që nuk i mbyn rrobat e tyre, edhe do të ecin bashkë me mua me rroba të bardha, sepse janë të denjë. Ai që fiton, ky do të vishet me rroba të bardha, edhe nuk do ta shuaj emrin e tij nga libri i jetës, edhe do ta rrëfej emrin e tij përpara Atit tim, edhe përpara ëngjëllit të tij. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çu thot fryma kishave. Letra drejtuar kishës së Filadelfisë. Edhe ëngjëlli të kishës në Filadelfi shkruaj: Këto thot shenjti, i vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap edhe askush s'mbyll, edhe mbyll e askush s'hap. I di punët e tua. Ja, te kam vënë përpara teje një derë teje të hapur, edhe asnjë s'mund ta mbyll atë, sepse ke pak fuqi, edhe ruajte fjalën time, edhe nuk mohove emrin tim. Ja, tek do t'i bëj ata të sinagogës së Satanait, që thonë për veten e tyre se janë judenj, edhe nuk janë, po gënjejnë. Ja, tek do t'i bëj ata të vinë të falen përpara këmbëve të tua, edhe t'i njohin se unë të desha ty, sepse e ruajte fjalën e durimit tim, edhe unë do të ruaj ty nga ora e ngasjes që ka për të ardhur mbi gjithë botën, që të provoj ata që banojnë mbi dhe. Ja, tek vi shpejt, mbaj atë që ke, që të mos marrë ndonjë kurorën tënde. Atë që fiton, atë do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, edhe nuk do të dalë më jashtë. Edhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, edhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret prej qiellit nga Perëndia im, edhe emrin tim të ri. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çu thot fryma kishave. Letra drejtuar kishës së Laodikisë. Edhe ëngjëllit të kishës në Laodikea shkruaj: Këto thot ai që është Amin, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijimit të Perëndisë. I di punët e tua, se nuk je as i ftohtë as i ngrohtë, më mirë ishe i ftohtë ose i ngrohtë. Por pasi je kështu i vakët, edhe as i ftohtë as i ngrohtë, do të vjedh nga goja ime, sepse thua se jam i pasur dhe u pasurova, edhe nuk kam nevojë për asgjë, edhe nuk e di se ti je fatkeq, edhe i mjedh, edhe i varfër, edhe i verbër, edhe i zhveshur. Të këshilloj ty të blesh para meje artë të provuar në zjarr, që të bëhesh i pasur, edhe rroba të bardha, që t'i veshësh, edhe të mos duket turpëria e lartëkuritësisë tënde, edhe lyej sytë tu me kolirë që të shohësh. Unë gjithsa i dua, i qortoj edhe i ndëshkoj. Bëhu i zellshëm pra dhe pendohu. Ja, tek ri në derë dhe trokas, në dëgjoft ndonjë zërin tim, dhe hap derën, do të hyj tek ai, edhe do të darkoj me të, edhe ai me mua. Ati që fiton do t'i jap të ri me mua në fronin tim, siç fitova edhe unë, edhe ndenja me Atin tim në fronin e tij. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çu thot fryma kishave.